Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në fakt sot kemi puntatën e fundit të këtij sezoni. Unë kam zgjedhur për të bërë një analizë politike gjenerale për gjithë sezon politik. Azgan Haklaj, politikan, studius dhe njëri i artit, por sigurisht që sot intervista do fokusohet te politika. Azgan Haklaj, të falenderoj që je në emisionin tim. Faleminderit për ftesën. E mirë që gjeta. E bën mirë që më ke zgjedhur për të mbyllur këtë sezon. Ky ka qenë një sezon me shumë turbulenca, si për Partinë Socialiste në pushtet, si për Partinë Demokratike, por për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse ajo që ishte ngjarje pa parashikueshme dhe ne studiuesit e komunikimit e quajmë si element që ndikon shumë në mbarvajtjen e politikës, madje ndikon shumë edhe te teoria e një kryeministi, janë ngjarjet e paparashikueshme, ato që askush nuk i parashikon dot. Sipas jush, si ishte ky vit politik? Së pari, po t'jap 2 libra. Jam Dardan i Malësisë së Gjakovës. Ti je Dardan? Sigurisht jam Dardan. Unë vjen nga Malësia e Gjakovës. Po. Falë që po ta hedhë kështu. Ti je Dardan? Sigurisht. Gjithë tropejanët janë Dardan? Dardan. Sali Berisha është Dardan? Dardan është Sali Berisha. A thash se do thoshe jo ai jo, nuk është Dardan. Ja, po. Jo, thash me që ke kështu armik politik edhe. Unë armik politik. Politik, po. Armik politik po them. Manifesti i kombit shqiptar. Si manifesti e pas ke kopju nga Karl Marx. Manifesti i kombit shqiptar. E pas ke kopju nga Karl Marx Azgan Haklaj. Fjala manifest nuk është e Karl Marxit. Po e kujt është? Ai e ka përdorur në titull të librit, manifesti. Manifesti i kombit shqiptar Azgan Haklaj. Po do ta lexoj me shumë kënaqësi analiza, ndërsa më tërheq më shumë ky. Me thënë drejtën, jam Dardan. Ai do të tërheqë, ai është një libër shkencor. Po? Është një kërkesë, sepse është në një dosje. Është një kërkesë që është bërë Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Tropojës. Që? Për t'ia hequr emrin Tropoj. Ua. Pse? E për t'ia vendosur Malësia e Gjakovës. Sigurisht që tani kush e ka bërë propozimin? Propozimin e ka bërë Unioni Artistik i Kombit Shqiptar dhe Akademia Rrënjët Tona. Kujt ja keni bërë? Bashkisë Tropoj. Po pse bashkia e vendos këtë? Se vendos bashkia këtë? Vendos Këshilli Bashkiak e përcjell qeverisë. E pra se do Po pra. Po ju jeni Këshilli Bashkiak do e pranoj si ke informacionet? Do të Tropoja të hiqet emri Tropoj dhe të vendoset Gjakov. Malësia e Gjakovës. Malësia e Gjakovës. Se çka ka patur. Tani, kështu, pse kërkoni ta hiqni emrin Tropoj? Kërkoni ta hiqim sepse është emër slav. Çfarë do të thënë? Tropoj? Tripolje, trifusha. Tripolje. Po futesh thjesht në Google sot dhe të del emrin slav. Tani, me sa mbaj mend unë, Zogu ja ka hequr të ato të vendimi në vitet kur ishte mbret. Në vitin 1988, Zogu ka hequr, domethënë parlamenti i kohës së Zogut, që e ka dekretuar dhe mbretja me Zogu, ka hequr diku 28 emra, mes cilëve dhe emrin Tropoj. E ka patur Tropoja e vjetër, pra Tropoja e vogël, të fshatë ka patur. Dhe si u bën kohën e Zogut? U hoq pastaj. E pra u hoq emri Tropoj dhe si u vendos? U vendos Trifush. Trifush. Përkthimi do të thotë. Përkthimi, po u vendos Trifusha. Po, në atë kohë. Në atë kohë. Po, dhe nuk është hequr nisur nga dokumentacioni shkencor, po vetëm nisur nga pikpamja patriotike, nacionaliste, sepse s'kishte dokumenta të, domethënë. Po, dhe më pas kush e ktheu emrin Tropoj? Enver Hoxha. Në cilin vit? 1946-47. 46-47. E ktheu dhe bëri me ndarjen territoriale, sepse u bën 2 ndarje territoriale, 45-46, domethënë 2 shumë shpejt. Gjithë hapësirës. Po? Pastaj vendosi emrin Tropoj. Pra, Nika Mbërturi, Gashi, gjithë mori emrin Tropoj. Kastia Bytyrçi, gjithë e mori emrin Tropoj. Po, qyteti Baramcuri? Qyteti Baramcuri. Kur e mori emrin Baramcuri? Qyteti Baramcuri që në vitet Enver Hoxha ka vendosur, diku në vitet 60-70. Ma ngjitje ajo. Po ngjiti Shajnë Hoxha, po ngjiti Baramcuri i shkon me thënë. Baramcuri i shkon sepse Baramcuri mbetet tribun. Ai është ikona e Tropojës? Absolutisht është ikona e Tropojës në të gjitha momentet historike, është në kahjen pozitive. Lerja të prallë. Ishte armik i me Zogut. Po lerja të prallë. E vrau me Zogut. Lerja të prallë, po s'është e vërtetë. Po kush e vrau? S'është e vërtetë. Po kush e vrau? S'është e vërtetë. Po Kunati e vrau? Po s'është e vërtetë. Kryeziu e vrau? Po s'është e vërtetë. Ka bërë dhe foto atje? Po nuk është e. S'është shumë mënësore ajo. Nuk është e vërtetë. Fotoja është dokument, zoti. Fotoja është dokument i vrarë dhe pastaj i vrarë dhe ai ka pozuar me kufon. Kryezit, po. Po pra, kryeziu. Po dhe kryezit ishin përplasur vetëm me Zogun. Jo, më vonë. Po s'ka më vonë më herë. Edhe akuza është ti je një si mirë historistë dhe më pëlqen domethënë debati me ty. Jo, vrasin e u vrasin në Krum pastaj. Kush?
Bayram Curi, pra. Pa, e varrosën fillim në shpellë. Po, varros në Krum. Po? Po, dhe ai thotë Gjura Altin dhe Ravreti, po mblidh Katri Mehmeti, Gjura Altin. Do thënë, zoti Aklaj, ju keni thënë që kryeziu e vrau Bayram Curin për llogarit vet, jo për llogarit të Zogut? Ja. Unë se besoj që ka vrarë për llogarit Zogut. E ka vrarë për llogarit vet? Për llogarit vet dhe për llogarit shërbimit. Ti po thuaj një gjë të jashtëzakonshme. Se? Do thënë që kë e përmbys versionin zyrtar, sepse të gjitha versionet konvergjojnë që Ahmet Zogu vrau Bayram Curin, sipas se nuk e ka vrarë. Arsyeja. Po ai doli kundër atij me armë tani. Po kemi edhe akuzohet edhe për Elezi Sufin Bayram Curi, edhe për Luiz Gurakuqin, Riza Serovën. Po janë të gjitha akuza, po si, nuk janë të vërtetuar. Do ti po hedh poshtë historinë që Bayram Curin e ka vrarë kryeziu, si ishte prefekt i në atë kohë, i Krumës. Po për plasjet të kryezive i din me Zogun? Po patjetër ai ishte kunati, po ai e vrau. Po pra, ai e vrau në Prag. Luiz Gurakuqin e vrau me Zogu? Po kush e vrau? Se kush e vrau? Po Riza Serovën kush e vrau? Po Ahmet Zogu e vrau Riza Serovën, kush e vrau tani? Çfarë? Edhe këtë do të kush e vrau? Ti thua kushtoroi që i këmbzën. Të gjitha ju i quani vrasja që i ka bërë Ahmet Zogu. Tani është një dokument që kur mërë emisioni po ashtu të dërgoj, kur ti në studion shtëpi do të dërgoj, që e thot që filanin i ka... Dokumenti dhe prova më vendos... Megjithatë ti po jep një lajmë që ish propozuar Këshillit Bashkiak të Tropojës që të ndryshohet emri të Bashkisë Tropojës, të ndryshohet emri nga Tropojë në Malësia e Gjakovës. Sigurisht që këto janë procedura që do kalojnë një herë në Këshillin Bashkiak, pastaj do kalojnë në qeveri dhe prapë Edi Rama i ndor. Po, pritoni. Se e nisim emision. Po pra e nisim nga librat pra. Nisim nga librat, bukuri. Tani, Ahmet Zogu ka një meritë jashtëzakonshme zotëri për rujtjen e shqiptarizmit. Në ç'kuptim kuptim? Ahmet Zogu qenë nga Presheva, Tuzi, Çamria ishte mbreti i shqiptarëve. U bë diga e ndalimit të vershinave bolshevike mbi 30 vite. E sigurisht propaganda e shfrenuar bolshevike e komunizmit ka bërë punën e vet. Gjithçka ka ndodhur për keq ja ka veshur Ahmet Zogut. Ahmet Zogu është themeluesi i shtetit modern shqiptar. Dhe këtu e mbyllim historinë për Ahmet Zogut. Sot se do të sjellë një libër tjetër. Pa e më që sjellë tani. Jo do të sjellë një libër tjetër. Sultanat mesjetar apo demokraci. Sot prit pa do shkojmë te sot, po. Do të mbaroj me këtë. Dhe ti pret që Rama ta firmosi këtë? Po pse të mos e firmos Rama? Po do merret me ty Rama dhe me Tropojën. Ai ka 100 gjëra tani i zjen mendja. Po merret me pse çam ditë ti mua. Po jo, i zjen mendja kam fjalë lore. Po tani me mua është se i thash një herë për Fanoli i vuri emrin Shëngjinit. Po prit tani. Wilson e di këtë ti? Po prit tani. Dhe Rama si thash unë, zbato vendimin. Po tha, atje ka mendjen unë tha. Madhështisë i gjonizohen këmbët para modestisë. Por për tej modestisë, me duhet të them disa të vërteta. Me mua është marrë Ilir Meta. Me ka futur në burg, e kom thyrë dhe kom dalë deputet nga burgu. Po, një kazus... Po, Ilir Meta ka bërë një ser akuzash ndaj meje. Gjithë kodin penal e ka vendosur në shtëpinë time. Dhe pas Ilir Meta është bërë president, ka ardhur në Tropojë diku pas 20 vitesh. Po. Dhe më ka ndëruar me titullin me urdhrin kalor si urdhës Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ilir Meta. Ilir Meta. Ai që të futin burg thotë. Po. Dhe unë kam thënë kështu. Çeka. Më vjen mirë që presidenti Ilir Meta ka rrezuar kryeministrin Ilir Meta. Dhe vjen në Malësinë e Gjakovës dhe ndëron milionin në artistë drejtore. Kështu ide, a? Absolutisht. Do të kryeministri Ilir Meta të futin burg. Presidenti Ilir Meta të dekoroj. Po, më dekoroj. Dakor? Tani. Tani, në vitin 2011, Rusia ka bërë notë proteste kundër Azgan Haklajt. Rusia? Rusia. Kur? Vitin 2011. Notë proteste? Notë proteste. Ja ku ke zotëri. Si proteste? Pse të futën burg? I notë proteste. Pse? Nuk thash futën burg. Ja ku ke. Ja, një sekundë. Dhe çfarë thot? Ja, Rusia. Dhe çfarë thot? Ja, një moment. Rusia bën notë proteste kundër Azgan Haklajt, sepse në Preshevë
Ne kishim një aktivitet. Jo, po, më ke thënë dhe njëherë. Ka thënë dhe herë tjetër. Po, e ke thënë dhe Tani, Rusia bën not proteste, dhe kam thënë dhe herë në emisionin tënd dhe e ke vërtetuar, që pas humbi minuta duke kërkuar lajmin tani. Pra Rusia bën not proteste ndaj Azgan Haklajt dhe pasohet nga gjithë bota slave. Tani, para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut ndalon kufi. Si? Para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut me ndalon kufi. Si ndalon kufi? Kishe duke shkuar në Shkup? Unë ishe duke shkuar në Shkup, i ftuar në emisionin e mëngjesit, ritmi i ditës në televizorin shtetëror me dyshi të Shkupit në gjuhën shqipe. Dhe kisha një takim në Radush për një aktivitet që do bëhet më ndonjë. Qartë, dhe të ndaluan ku? Në Dibër të Madhe. Dibër të Madhe? Si dalë policia? Policia. Si të thanë, nuk të lejoj të futesh në Maqedoni? Po pra. Do të jenë në ngrata? Si ta themen? Jo, kur ndalojsh futesh në ngrata? Po pra, njoftova ambasadorin Mejdani, njoftova zotin Ali Ahmeti. Ambasadorin e Shqipërisë në Shkup? Po, që mori të angazhim të jashtëzakonshëm, me mora Ali Ahmetin, kryetarin e BDI-s, sfinksin e qendresës shqiptare, i cili më dërgoi pastaj deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe konkretisht Ilir Hasanin, dhe u futëm në Maqedoni. U futë pasaj? Po, diskutim. Dhe gjetën histori dhe për të këthyrë. Që të bënë kur të këthyrë? Po, për që i ndalonin, pra. Jenë sistem. Po, me që të thanë ata? Po, jenë sistem, ose të rritë. Nuk kuptimi, qëfar ishën sistem? Sistem, për i blokohesh me hynë që në Maqedoni. Për qëfar? Arsyeja. Që unë sa isha në Itali, isha në Francë, Zvicër, bilen nga Italia, nga Sanremo, erdhën me trofe. Tani, në Maqedoni, kje probleme. Kur kanë filluar këtë problem? Pas 17 tetorit. Kemi qenë tu? Po? Ka filluar protesta në Tiranë, kam qenë moderatori i protestës, dhe në Shkup me 13 dhjetor, dhe kam qenë në Strasburg, në Kosovë, në gjitha protestat e organizuara për gjemë të uçëkas që ndodhin Hag me akuzat që sharak. Do ti po shkove në Maqedonia të ndalojnë. Po në Serbi, në Beograd ke qenë? Kush më lejo të hinë Serbi? Po jo, ke tentuar? Jo. E kam fjallën në Preshev? Jo. Që atere? Që në 2011 Që 2011 s'ke qenë? Jo, jem falë, isha. Kur? Isha para një viti. Po të lanë? Pas shumë përpjekësh u futa. Po në Malëzi, ke probleme? Jo, në Malëzi s'kam probleme. Po në Qamëri? Do dhe në Greqi? Në Greqi se kam provuar. Se ke provuar? Provoj njëre se? Se di. Unë kam bërë 11 vjetë festivalin Kënga dhe Vallja Shqipe. Okej, tani vim të kjo që baza e intervjisës që unë të kam thirur. Si ishte ky vit politik, zotë Jakle? Kjo ishte, e thatë shumë bukur, vit me turbulenca. Para zgjedhjeve kam qenë këtu në të studio. Po, ke qenë fushat? Dhe bëra një deklarat. Rama dhe Berisha janë bashkë. Ju më këndështuat. Thatë Rama, Berisha dhe Meta, po. Dhe doli me të ma pik për pik deklarata ime. Rama dhe Berisha janë bashkë. Jo, dhe unë ashtu mendoj si ty, po kam frikë se mos jemi të dy gabim. Pse? Se duhet ta vërtetojmë të. Ja ta vërtetojmë. Si? Është një popull që del në shesh dhe thot Rama dhe Berisha janë bashkë. Jo, ata thonë Rama në burg, Berisha në burg. Rama në burg, Berisha në burg, opozitë shqitur. Mos harro pjesën opozitë shqitur. Madje kanë shkuar dhe te Selia. Dhe te Selia. Opozitë shqitur. Si është opozita shqitur? Po pra, sepse i ka dhënë vulën zoti Rama. Ti je dakord me këtë që opozita është e shitur? Po patjetër. Po ta vërtetoj. Po te kush është e shitur? Po është shitur te Rama. Po si, duhet ta vërtetojmë këtë. Po ta vërtetojmë pra. Kush ja dha vulën zotit Sali Berisha? Kemi mazhorancën e zotit Rama. Pra kemi pushtetin e kapur nga zoti Rama. Dhe kemi opozitën e kapur nga zoti Berisha, mendimin e zotit Rama, që i shërben po zotit Rama. I vërtetojmë. Pra vulën i ja ka dhënë zoti Edi Rama Sali Berishës. Dhe ndaj populli thot dardha e ka bishtin mrapa. Sepse Rama i kërkoi... Bëhen dardha në tropoj? Sigurisht. Bëhen, a? Po Rama i kërkoi... Bishtin e ka lartë, pse e thonë e ka prapa? Lulzim Bashës të bënte një marrëveshje për të goditur drejtësinë e re. Konkretisht Spakun e GKK-n. Para zgjedhjeve. Ai nuk pranoi dhe ai bëri kompromisin e dhimbshëm për demokracinë. Akoma te Luli jeti. Po kjo Luli akoma. Kjo është vërtet. Kush Luli? Kjo është vërtet. Dije ke parë që Luli? Luli ishte në shtëpinë e bardhë. Kur? Në 250 ditorë. Mos më thoj që do kthehet Luli në politikë, asgan. Nuk do kthehet. Aman mos me pyetje ku është. Nuk është në shtëpinë e bardhë Luli? Ishte në shtëpinë e bardhë. Ishte në shtëpinë e bardhë? Në rastin e 250 ditorit të shpalljes së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ishte Luli atje? Ishte Luli atje në sallën VIP. Se ti ke dëshirë këto detajet.
Dakord? Dhe Rama Çfarë do të thënë ka kjo? Dhe Rama dhe Berisha Po? nuk ishin as te rruga Elbasanit. Asnjëri as tjetër fakt nuk Asnjëri ishin. as tjetër. Në ceremoni. Nuk ishin pra. Jo, ceremoninë e bën te Pallati i Kongreseve, ëh? Nuk ishin as te Pallati i Kongreseve, as te rruga Elbasanit zotëri. Po pse? Po s'kishin Pse ftesë. nuk u ftuan? Po s'kishin ftesë asnjëherë. Se për Berishën pritej në fakt të ftoj. Po pse nuk u ftuan se atë e hoqën në ngratën e Jo, thirrë. si hoqën në ngratën. Jo, këtë drejt, nuk e hoqën në ngratën, i dhanë okej për një vizë. Ne na duhet ta sqarojmë këtë. A tani na sqaro tani. Si është puna? Po. Tani, Berishës i është hequr rrjedhimisht në ngrata? Jo. Berisha lejohet të marrë vizë në Amerikë. Pse s'ka ikur? Pse s'ka marrë vizën? Po s'ka aplikuar. Nuk ka aplikuar, pse? Jo. Po pyeteni Berishën. Berisha tha, Çfarë do të thënë kjo? Berisha Pritani, tha- na sqarojnë çik mirë. ti sqaroj për gjithë. Ej, so complicated jeni ju tropojanë domun. Si? Do shumë të komplikuar jeni. Dëgjom. Un kam gjithmonë një marrëveshje me ty, me të gjithë ata që shkojnë në studia. Po? Nëse un kapem në rren, un nuk shkoj më në studio. Jo, na shpjego thash. Po ta shpjegoj pra. Po, pra. Ta shpjegoj. Berisha tha, erdha un. Po. Po ku ishe? Ku ishe që erdhe? Këtu ishe. Tha, ma hoqen. Ka. 15 minuta, tha, me ka marrë në telefon, e ngarkuara me punë, e qire. Çfarë i ka thënë ajo? Çe ka thënë? Keni të drejtë të aplikoni për vizë. Po? Jemi dakord deri këtu? Po? Dhe Berisha s'ka aplikuar për vizë. Kur i jep këto leje të kufizuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Japin për arsye madhore, ka hequr në gradën, për interesat të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Po? dhe kanë lejuar për shembull Gaddafin, Saddam Husseinin, kanë lejuar që në OKB të marrin pjesë, sepse OKB-ja ka një status ekstraterritorial. Bani një përpjekje Berisha dhe nuk e arriti dot para një viti gjysmë 2. Dhe tani ata t'japin leje të kufizuar për arsye madhore, për arsye diplomatike, politike, Dhe shëndetësore. dhe për arsye shëndetësore. Po. Berisha bëri kërkesë E bëri kërkesë. për një vizitë shëndetësore. E bëri. Dhe ata Po? ju përgjigjet. Tani Berisha nuk shkoj. E tha do pres një aktivitet kombëtar. Si ju përgjigjen ata? Se a bëri aplikim ai për vizë? Nuk bëri pra, ky bëni kërkesë. E kërkesë, jo vizë. Po e bëni kërkesë, po ky s'ka bërë kërkesë për vizë. S'ka bërë kërkesë. Po pse sipas jush nuk e ka bërë? E din Berisha. E din Berisha pse s'ka bërë kërkesë. Po jo, ti di në një gjë më shumë se ne them unë. Pse s'ka bërë kërkesë? Si s'ka bërë Po kërkesë? çfarë dyshon? Po Berisha ka frikë si shkon e s'kthehet. Si shkon? Po pra, normal. Shiko, është problem shumë i madh zotëri. Kur zhytesh, Donald Trump ka firmosur vazhdimin e situatës në Ballkan edhe një herë, edhe një vit tjetër. Apo jo? Do të thënë, do të jenë në mbikëqyrje të sanksionuarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i hoqin në ngatën Dodigut për arsye madhore, sepse plotësoi kushtet që i kërkonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi dakord deri këtu? Po? Dhe ka patur një përpjekje, e kemi trajtuar edhe herë tjetër studion tuaj, që në emër të sovranizmit të institucionalizojnë anti-amerikanizmin. Kjo ka qenë një përpjekje e stërmunduar e këtyre sovranëve për shkak të interesave të tyre utilitare, pragmatiste. Për shembull, marrim zotin kryeministrin Rama. Me kushtetutë, ne kemi një aleat strategjik. Amerikën. Po, ai ka bërë 100 aleat strategjik. E ka bërë aleat Vučićin. Jo, Alas e ka bërë Vučić. Ka qytë Po t'jemi vlau. korrekt. Si vlau im i ka drejtuar vllai im Vučić. Është shumë se kështu. Tani, po jo aleat strategjik Serbin tani. Po aleat strategjik pra Open Tani mos- Ballkani. Open Ballkani. Po, shiko, tani ti je për fqinjësi të Jo, mirë apo për çfarë? Open Ballkani. Po nuk mund të shkoj Mirë, po tash, unë jam- Shqipëria Po unë jam për fqinjësi. në BE, në qoftë se dhe Serbia futet në BE dhe të kemi marrëdhënie lufte. Unë jam për fqinjësi të mirë. Po atëherë? Po ti marrim tani. Zoti Vučić po bën ka një platformë të spastrimit etnik të luginës së Bershevës me pasivizimin. Ora ai është kriminal, Një platformë ai është kriminal. Prit. Por ne jemi shumë ndryshe nga Një serbët. platformë inxhinerike kjo, apo jo? Po patjetër. Dhe tani më vjen shumë mirë, e prapë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që vendosin një investigim 6 mujor, Po. 6 mujor në Preshevë. Pra, tash janë Komisioni i Politikës Jashtme, ka ngarku i kërkuar Kongresit. Kongresit,
i kërkon që të investigoj këtë situatë në përshep. Mirë për çdo. Antarja e miqësisë, ajo që thoni ju, Shqipëri, Serbi, Ministri i Administratës Publike dhe Pushteti Lokal ka bërë një deklaratë turp. Ka bërë një deklaratë, pra po tisha unë, tha, në vend të Miloševićit, do ta kisha spastruar krejtësisht Kosovën. Mirë po, shkojmë me tej. Në vend që Vučići të denonconte këtë deklaratë, Vučići shkoi mandej. Në kohën që ndau diplomat për kadetët, tha Kosova me kushtetut është pjesë e Serbisë dhe ju keni të drejtë ta mbroni me armë. Deklarata e atina që ju thoni fqinësi e mirë. Jo, fqinësi e mirë që them unë, do thotë që të kesh marrëdhënie të mira me Vučićin. Jo, kur ai bën, sidomos kur bën këtë deklaratë. Ma kupto këtë se na ndjekin njerëzit dhe e keq kuptojnë. Kur e ka bërë? Fqinësi të mirë, Shqipëria, shqiptarët nuk ka kaluar në një territor tjetër, Asgan. Ne kemi qenë në territorin tonë. Po pra. Kemi qenë në territorin tonë. Këtë po them unë. Po tani po të them diçka. Meqenëse se me prezantova dhe këtij fushë sartit. Në UNESCO është pranuar Xhubleta. 4000 vjeçare. Po. Lahuta. Që është shpirti i eposit kreshtënimit, lahuta shqiptare. Çka dëshmon kjo? 4000 vjet më përpara ne kemi qenë të veshur. Kur gjerët kacabërë ishin pemë të zhveshur. Dhe ushtria serbët akoma ishin pemë. Po, dhe ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë mbrojtëse. Mos pararësit e serbëve ishin akoma në pemë. Jo më symse. E kanë ardhur dhe për këtë luftë, dhe për këtë luftë ka 6 vite që drejtuesit e saj ndodhen në Hag. Dhe kur e bëri deklaratën ministria në përvjetorin e masakrës së Srebrenicës. Që është akoma me rëndë. Po që është akoma me rëndë. Por a ka masakrat e shqiptarët? Sepse Parlamenti i Shqipërisë mirë ka bërë, ka denoncuar masakrën e Srebrenicës. Po, kemi masakrën e Bihorit. Shiko, do kthehemi sërish se do të pyes për UÇK-n, po ta mbyllim këtë të Shqipërisë të Berishës, se më kalove nga ndrëzimi artificial të amerikanë në Vietnam. Do të kthehemi përsëri aty. Tani mbarojmë këtë të Berishës dhe hidhemi te ajo. Jo, se ke mbaruar Berishës. Berisha nuk ka shkuar në Amerikë. Po Berisha nuk ka shkuar në Amerikë, po Berisha i ka shërbyer Ramës dhe demokracia është e marrë peng nga Rama Berisha. Tani kam një pyetje. Kemi sultanat mesetar apo demokraci. Kam një pyetje tropojançe. Tani kam një listë këtu që janë gjithë tropojanë në politikë, që janë gjithë armiq politikës së Berishës. Besnik Mustafaj, Lisandër Hoxha Miriu, edhe ky armik politik. Asgan Aklaj, Azem Hajdari, Besnik Gjogecaj, Aleksandër Biberaj. Më thoni një tjetër? Ka marrë Biberaj pse Aleksandri te Berisha? Jo, kritikoj tani shumë ashpër PD. Po, shumë mirë, po drejt kritikoj. Po pra, ka ndonjë tropojan tjetër që ka marruar në politikë flas, që është bër armik politik me Berishën? Po djali Besnik Mustafaj aty është zgjedhur strukturat e partisë. Andi Musafaj. Dhe Andi Musafaj. Edhe ata po e vën tropojan. Po tropojan është, se si është? Ai francez fare vërtet, s'ka lidhje fare me tropojën, po. Jo, më përgjigj. Tani ka ndonjë tropojan tjetër? Si çeka kjo është francez. Ka ndonjë tropojan tjetër këtu? Jo, prit më këtu më rri tek ta. Ka ndonjë tropojan tjetër politik që është bërë armik politik i Berishës? Do të thënë, Besnik Mustafaj, Lisandër Hoxha, Asgan Aklaj, Azem Hajdari, Besnik Gjogecaj, Aleksandër Biberaj, Andi Mustafaj e shtoveti. 7 politikanë që kanë bashkëpunuar me Berishën, keni bashkëpunuar me Berishën, pastaj jeni bërë armiq politik me Sali Berishën. Rudina Hajdarin, si e quhen? Po, dhe Rudina Hajdarin. Jo, si e quhen? Armike apo mike? Armike politike. Okej. Ose kundërshtare, po. Kundërshtare, se fjala armik është. Po, fjala armik nuk më pëlqen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi ndonjë tjetër? Tani, si ka mundësi që këta 8 figura edhe intelektuale, se nuk mund të themi thjesht politikanëse, që nga Besnik Mustafaj, që nga Besnik Gjogecaj, një profesor në Universitetin Bujqësor, që nga Aleksandër Biberaj, edhe ai profesor, por edhe Lisandër Hoxha, edhe pse shiri, edhe ai pedagog, juve me një aktivitet jo vetëm politik, Andi Mustafaj, një iri që... Vendim Demaj. Vendim Demaj? Po, ishte në kryetari i Bashkisë Kamzës, një nga gjemt më të fuqishëm Çka tropoja? Në UÇK, po. 9. Me gje dhe një që bëjmë 10 që... E gjem rrugës. Jo, tani. E gjem rrugës duke... Tani, jo, do rrim këtu tani. Si ka mundësi pyetja, zoti Aklaj, si ka mundësi që nga bashkëpunëtor këta tropojan, kjo listë tropojanësh, po nëse të kujtohet i 10 do më thuash, gjatë bisedës, janë bërë kundërshtar të Sali Berishës. Çfarë ka ndodhur? Po të kthej te Luli prap.
se ke qef. Aman më me lulin. Kur e prezentoi Berisha Lulzim Bashën, Po? tha, ky është Mesia. Mesi. Mesia, i rrirë nga... Jo Mesi, Mesia. Nga sjellin tokë, ka bërë këte, ka bërë atë. Pastaj ja listoi zotit Rama, po ti kishte dyjet njerëzore, nuk do t'i bëja ato që Po Basha nuk është antropoja. Pret tash. Po prandaj pra. Dhe kur e solli si resi të madhe. Dhe tani kur u përplas, tha më mirë të mos kishe lindur. Më mirë të mos kishe lindur, tha. Deklaratë të Berisha, po, i kanë ndenjë nga kjo ardhur dhe do ishte më mirë të mos kishe lindur. Se maj mendu këtë, pse kështu tha, më mirë mos kishe lindur? Unë ma mend për kujtes Jo, e besoj. Dhe tani, pse ta lidha me atë? Sepse Berisha kur i propozon për deputet, kur i afron, po janë më të mirë të botës. Dhe kur përplasen për shkak se ata kanë identitetin e vet, janë më të këqij të botës. Atëre Berisha, po këta janë tropojan. Berisha dhe Rama i ka shndërruar historia nga Nostradamus, si ja kanë vesh vetës, e kanë pakzuar vetën në Nostradin të politikës. Nga mëgjesi gjërndarg, gënjej, dhe gjithë gënjeshtat i kanë në një mënyrë tjetër, jo si herën e tjetër. Kjo është problemi. Pra, nëse nuk shkon në vathën e Nostradinit, tani ka një tropojan aty që është akoma mirë me Berishën? Nuk e di. Doli e fundit. Kush? Vezise pak i zbutur, Ilirana Kuçana. Mulizimi i partisë. Po se Ilirana nga është? Tropojane. Po atëre 10 Ilirana Kuçana më çau, Ilirana të kërkojnë ndjes Ilirana. Po në thash pra thash si ta Jo, si ajo e tronditi fare po do, çfarë thua ti? Gjatë rrugës mund ta gjejmë edhe i tjetër. Jo 10 kaq, se unë dekaloge kam. Por ka një problem tani. Tani 10 tropojanët që Berisha i ka armiq politik, i ka kundërshtar politik. Ka një problem. Në studio televizive kam qenë në debate me bijën e Tropojës Ilianën, me avokatën Elese Balliu, me avokatin Mërkoçin, me shumë njerëz që të nxirrin syt për Sali Berishën. Dhe tani pas 2-3 vitesh u shtërruan në kundërshtar dhe armiq. Po flamurtar kundër Berishës. Pra unë thoja, mos u ngutni. Pritni. Jo, problemi është këtë thjesht. Jo, tani më fal vetëm një gjë. Ti marri me radhë dua një fjali për sesi. Jo, këtu, asgan, të lutem. Të lutem. Po nuk merrem unë me. Pse? Besik Musafaj nuk do thuash dy fjalë? Po nuk merrem me emra personal tani. Po jo për emra personal, po marrëdhëniet e tyre me Berishën. Po çe marrëdhëniet e tyre me Berishën, atë janë publike marrëdhëniet e tyre, s'kem si të analizojmë. Atëre, Besik Musafaj, Lisandro Hoxha, më fal. Azem Ajdari, Besnik Gjongecaj, Aleksandr Bibere, Andi Musafaj, Rudina Ajdari, Vendim Dema, Ilirana Kuçana dhe Azgan Haklaj. 10 tropojanët që janë armiq politik të Sali Berishës. Kundërshtar politik. Kundërshtar? Fjala armik është shumë e rëndë, e ke kështu ti armik. Është rëndë fjalë. A bën dot Sali Berisha pa ndihmën e këtyre 10? Sali Berishës nuk i intereson a bën dot. Po çfarë? Sali Berishës i ka interesuar dhe ajo që i ka interesuar e ka marrë. Ka marrë vulën nga zoti Rama, po? Pra nga Belinda Balluku, nëpërmjet konatës saj, të motrës. Pse nuk e bën publik dosjen Balluku këta të PD-s? PD-s e rithemelimi. Është gjithnjë PD rithemelimi, Jo, është PD-ja. PD rithemelimi. PD rithemelimi. Mos më thuaj që Basha po vazhdon akoma. Ska lidhje, mos ta bëjmë me Bashën, aq sa Jo, ka bërë pa dinë gjykat. Po dinë gjykat, po sigurisht është. Po Basha ka bërë, kush e ka bërë? Rekursi në gjykatën e lartë. Ka 2 vjet e 2 muaj që rekursi është në gjykatën e lartë. Tani? Po pse vonohet kaq shumë? Po tani pra. Kush e ka bërë pa dinë në SPAK? Për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar, me falsifikim vulash, stambash e formularësh. Gazmend Bardhi. Ka bërë pa di. Padia e ka emrin Gazmend Bardhi. Për vepër penale të një grupi të strukturuar kriminal që ka përgabitur Partinë Demokratike. Gazmend Bardhi. Gazmend Bardhi është... Kjo është perel fare. Gazmend Bardhi është në kryetari i Sali Berishës. Kryetari i grupit parlamentar. Jo, vetëm nën kryetar dhe kryetari i grupit. Po
Zgjedhur aty me ndryshime statutore pa votim. Po, me ndryshime statutore pa votim. Pa votim, pa vot. Tani, vazhdojmë. Gazben Bardhi ka paditur Flamur Nokën për shtëpinë. Njëri është sekretari i përgjithshëm, tjetri është nënkretar. Zonja Iliriana Kuçana, një zonjë shumë e nderuar, thotë mulizimi i partisë. Për të bërë karrierë në parti, duhet të kalosh nga zyra e mulit. Çfarë do të thënë kishte? Shumë e rëndë kjo, zotëri. Tani, vazhdojmë. Jo, më shpjegoni çik këtë më çfarë do të thënë kjo? Po si muli vendos fatet e politike të partisë? Po, kur thot një grua që të bësh karrierë. Po e bani deklaratën publike mo. Po si shkojnë atje dhe bëjnë karrierë? Bani deklaratën mo. Flamur Nokë certifikon. Po shumë e rëndë. Po si nuk është shumë e rëndë më zotëri. Tani, kthehemi tek betejë. Sheshi, sa i pëlqen ty? Sheshi, Rama në burg, Berisha në burg. Opozit e shitur. Mira, të se vendos protesta kush do futet në burg, Prej tani. Kush futet në burg e vendos Spaku. E vendos gjykata. Po Spaku. Po pra, Spaku dhe gjykata. Dhe gjykata vendos pastaj Spaku. Po. Por Spaku, po se vendos protesta. Se protesta mund të kërkoj me vot, se ata ikin me vot o asgan. Ata nuk ikin me parrulla. Prit ta shpjegojmë. Rama dhe Berisha ka dhënë garancitë publike e ndërkombëtare si ne të dy jemi këtu. Dakor? Kur patëm fol për Trekançin e Bermudës, prap u mërzitet ti se ishte Basha. Jo, nuk mërzitem. Ja, me emrin e Bashës. Unë ta them me emrin e Bashës. Basha doqi një brez politikanësh. Me taku është. Me tash në burg fatkeqësisht. Ai është pjesë e Trekançit të Bermudës. Berisha është në akuzë, e shan Spakun e çdo të hanë paraqitet Spak. Gjysma e qeverisë është në akuzë. 30 gjysma e kryetarëve të bashkisë, mbi 30 janë në akuzë. 31 deputet parlamentit të Shqipërisë. Po? Janë zotëri pa certifikat sigurie. Pra, e kemi parlamenti zonë krimi, qeveria zonë krimi dhe pushteti lokal zonë krimi. Rama akuzon Berishën, Berisha akuzon Ramën, Berisha i referohet një europarlamentari, thot Rama po i nxjerr parat jashtë, Rama i thot Berisha shkuj more $6 milion për të bërë lobingun. A i ke parë. Dhe në fund ulen bashkë dhe bëjnë marrëveshjen. Pra, njëri thot Cosa Nostra, njëri thot mafios, njëri thot kështu, dhe pastaj ulet dhe bën marrëveshje. Bën marrëveshje zoti Berisha me atë që e ka akuzuar. Nëse Berisha do largohen nga Partia Demokratike, e çlironte Partinë Demokratike që e ka marrë peng, ky Solomoni i Madh, po, bjen Rama më njëherë. Berisha është paterica Rama. Si bie Rama më njëherë, ka që kjo është dëshirë mo asgan. Po jo, është dëshirë. Asgan. Po zotëri. Tani ti je burr i pjekur dhe ke vuajtur në politikë, nuk ke. Në qeverisjen e zotit Rama kemi Ermal Beqiri zotëri, me 2 avion. 2 avion. Ke të drejtë. 2 avion. Po si ka Rama? Or zotëri, 2 avion. Po si ka Rama mo? Or zotëri, 2 avion. Po ke drejtë. Po me çfarë bëre para 110 milion euro? Ore nuk na habit më. Nuk na habit më. Or zotëri, kemi 2 shtete. Asgan, nuk na habit më. Kemi 2 shtete. 2 shtete, brand, 2 shtete. Shtet brenda shtetit. Shteti i Agasit. Shtet brenda shtetit. Po sigurisht, shteti i Agasit. Mund atë të vebie Limuzi ku thanë atë. Shtet brenda shtetit. Po, dhe tani kemi shtet brenda shtetit. Shteti i Agasit dhe shteti i Ramës. Po shteti shqiptar ku është? Shteti i Agasit, po çka është shqiptar? Ku ka shteti shqiptar këtu? Për çfarë bëjmë këto libra ti? Presidenti Heshtën. Presidenti, se kemi president. Presidenti shtojë i qeverisë. Parlamenti shtojë i qeverisë. Dikur në çdo redaksi asgan kishte një gazetar që mbulonte vetëm presidencën. Pra. Ndërsa sot presidenca nuk e mbulon askush. Kur kemi trajtuar bashkë çështën e Charles McGonigalit, edhe atëherë mërzite. Tani po. Po jo, nuk mërzitem unë bëj pyetje. Që jo, që të jemi të qartë edhe për ata që ta ndjekin. Unë të bëj pyetje që çdo kundërshtar i yt politik do të donte ta bënte. Po dakor, po. A kupton? Unë jam gazetar, nuk ka i hapur për çdo lloj pyetje. Jo, po. Jo mërzitem unë. Unë bëj pyetje të dura. Kemi Spakun, që do ta sjell atë librin, që është një skanim i situatës, Spakun përballë kërperatës. Biznes, krim i organizuar dhe oligarki politike financiare. Dakor? Kemi Spakun përballë krimit jakave të bardha. Kemi Spakun sulem nga Mazhranca, nga Berisha dhe nga Rama, me komisionin Xhafa. Dhe kemi Sheshin, po, që i jep mbështetje Spakut. Se Spaku nuk e rrezon sistemin. Spaku rrezon njerëzit e sistemit, por me provë. Cilat pse unë kam thënë protestë për ditë? Pse jam unë në atë protestë? Tani si është ajo protesta? Po pse jam unë në atë protestë? Pse janë në protestë? Për ditë ke qenë? Për ditë.
Ka munguar 7 ditë që isha në Sanremo, që e thash pak pësipër. Protesta, çfarë kërkon? Shqipëria e re. Shqipëria e re si? Me pallate të reja, me kushtetutë re. Republikë të re kërkuam ne. Jo, si do arrihet kjo? Republikë të re kërkuam 2017. Jo, si do arrihet? Po arrihet kjo. Si? Referendum për referendumin. Modeli. Jo, si arrihet që të shkosh te ndryshimet të Azgan? Si? Po pra, çdo ditë aty ka një Nuremberg. Nuremberg që bëhet krimit të organizuar, korrupsionit. Jo, s'po më kupton ndoshta. Po protesta e ka tronditur dhe e ka çuar vend në një krizë politike. Unë po të kuptoj shumë mirë. Por kjo arrihet se në fund fare bëhet me vot në parlament. Ti s'mund dalësh nga sistemi, tu e kanë fjalë se ti ke qenë deputet. Pra ta shpjegoj. Kushtetuta e Shqipërisë ashtu ka. Deputetët janë zgjedhur ata që janë. Po. Janë ata që janë. Po. Dhe Berisha, si mjeshtri i politikës, thotë, jemi përzgjedhur kushtetuese. I kyet vi unë. Me qeveri kujdestare, pa qeveri kujdestare. Referendum thash për referendumin. Po jo, po si do arritë referendum? Po referendumin mbledh firmat. Dhe çfarë do jetë ky referendum? Modeli i qeverisjes. Si? Modeli i qeverisjes. Modeli i qeverisjes. Ajo që kemi kërkuar vazhdimisht. Ndryshimi i modelit ekonomik, sepse këta kanë nga ekonomi e tregut lirë, kanë bërë ekonomi sociale të tregut. Modelin ekonomik shqiptar dhe çfarë ka rezultuar? Ajo ka prodhuar oligarkin, oligopolet. S'ka ekonomi zotni të tregut lirë. Ka ekonomi të kontrolluar nga Rama dhe Berisha. Të gjithë oligarkët që i kanë. Edhe Berisha. Po diskutojmë. Po si e vërteton ti që Berisha kontrollon ekonominë? Po diskutojmë. Ja të shpjegoj. Si? Në vitin 2008 bën marrëveshjen? Po. Dhe çfarë bën? Hodhën themelet e Republikës së korrupsionit apo diktaturës së korrupsionit. I hodhën themelet ata dy me marrëveshjen. Burgosën demokracinë. Hoqën institucionin e votës lirë, sigur themeli i shtetit të së drejtës. Por s'kemi shtet të së drejtës në Shqipëri zotëri. Ne kemi vetëm spakun dhe GKK-on shpresë. Gjykatën kushtetuese i bën Otrama, gjykatën lartë ma peng Rama, pse nuk e bën gjyqin e vulës gjykata lartë, që shqiptarët ta marrin vesh kush është përfaqësuesi legjitim i Partisë Demokratike. E ka marrë peng zotëri Partinë Demokratike. Pse nuk e bëjnë publik dosjen e Ballukut? Se aty janë telefonatat e vulës. Pra, ky sheshi është kundër aleancës së kullave e vulave. Aty tek Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, që i kanë zgjedhur zoti Berisha, po i marrin me radhë. Kë? Mislim Burrizi. Kryetari një partie tjetër në gjykatë. Është antari i Këshillit Kombëtar. Po, kryetari një partie tjetër në gjykatë. Që ka bërë Partisë Demokratike 2021 me votat që ka hec. Jozefina Topalli, kryetare një partie tjetër në gjykatë. Që ka bërë Partisë Demokratike me votat që ka hec në 2021. Pra nuk ka lejuar rotacioni politik. Ashtit Patozi me radhë, gjitha këto partitë e vogla, që Berisha tani i quhen bashkëpunëtor në mbrojtjen e vlerave të demokracisë, a kontribuan zotëri dhe i hoqën 2-3 mandate e Partisë Demokratike e nuk prodhuan mandat për vete? 80.000 fletë votimi ishin pa vleshme? Ti thuaj që ata të futshin në tuf me Luli. 80.000 fletë votimi ishin pa vleshme. Ata dolën nderuar sepse Lulzim Basha doli nga politika. Shumë shka lidhje me doli nga politika. Po jo, dolën se ti thuaj që ata ti thoshin Lulit urdhon si urdhon. Lulzim Basha thuhet ti dolën nga politika dhe Lulzim Basha kërkoi veting të politikanëve, pas realizimit me sukses të dekriminalizimit. Zoti Aklaj, vërtet i beson Lulzim Bashës? Si kam besu? Edhe tani beson? Ti nuk i besoje dekriminalizimit, apo jo? Po ta bëri, më fal, e bëri orë Bluk Bashës, e bëri Lulzim Bashë. Po s'është e vërtetë ajo. Po kjo s'është e vërtetë as pak. Atë idenë e dekriminalizimit. Ata e ka bërë orë Bluk Bashë. Atë e ka bërë Lulzim Basha. Ata e ka bërë orë Bluk Bashë. Me thirrje orë Bluk Bashë. Në shtatorë në debat me mua. Atë e ka bërë Lulzim Basha. Veting politikanëve. E ka propozuar Demokratët Euroatlantik. Lista të hapura. Një zonë zgjedhore Shqipëria. Listë hapur shumë emërore dhe një zonë zgjedhore. Mbështetjet institucioneve kushtetuese. E konkretisht 2 institucione që këta po shkatrojnë. Kontrollin e lartë shtetet dhe Institutin e Inspektoratin e Deklarimit të Pasurive, që janë 2 distributorët e furnizimit me informacion të spakut. Kufizim të mandatit kryeministrit, zgjedhjen e presidentit nga populli, administratë zgjedhore e depolitizuar, votim elektronik e numërim elektronik. Këto i ka. Cili do jetë fati i protestës zoti Aklaj? Këto i ka kërkesa sheshi në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Cili do jetë fati i protestës? Doli protesta, nisi. Se po shon sot është data 60 ditë gjë, 2 muaj.
Dje 60 ditë. Po. Se ka filluar në 30 maj. Po, 60 ditë. 60 ditë dje. 2 muaj. Po, 2 muaj. Cila është e ardhmja e protestës? Pyetje të drejtë për drejtë dhe përgjigje të drejtë për drejtë. Cili ishte fillimi i protestës? Jo, fillimi ishte jashtëzakonshëm. Ja, po. Cili ishte Ishte jashtëzakonshëm. Po, çfarë si cilësoi Rama? E lëm atë sa historike. Po jo e lëm si do. Iranian, slav. Okej. I dau shqiptarët. Okej, ajo. Jo, po kjo është problemi. Po jo, është problemi që cila do jetë e ardhmja e protestës. Rezultati i protestës është i jashtëzakonshëm. 2 muaj Shqipëria në faqet e para të çdo media kryesore në botë. Do media kryesore në botë. Për mirë. Kur e transmetonte edhe revista People, e transmetonte live në faqen e saj. Për protest qytetare. Dhe çfarë bëri kjo? Institucionalizoi protestën qytetare, pavarësisht përpjekjeve, të segmenteve, të ndonjë partie, e të vetë Berishës për ta kapur protestën për interesat e veta, nuk ja ka arritur. Ka ditë e çkapet ditën tjetër. Ajo që ndodh te parlamenti janë këta protestues apo janë të PD-s? Se kjo është akuza. Po çfarë PD-s? Në cilin vend të botës, po, opozita ka frikë të hyjë në protestë. Vetëm këtu në Shqipëri. Dhe se PD-ja ka frikë të futet në protestë? Po pse të fut protestë? Ku? Te parlamenti thotë? Te parlamenti dhe në shesh. Pse s'ka PD-ja? Shkojnë deputetët të PD-s. Po delin cep, bajnë një foto dhe ikin. Hajde aty zotë në Ballin. Ti ke qenë në Ballin? Absolutisht. Po për çdo ditë aty më kemi mua. Përqendroj e kamerën e emisionit tënd dhe shihej ku jam. Për çdo ditë, mos jam për protagonizëm aty. Më kanë kërkuar edhe ta marr fjalën se kam marr. Pse se ke marrë fjalën? Pse ta marr fjalën unë? Tani përgjigje të lutem pyetjes time. Cila është e ardhmja e protestës? E para jo do vazhdojnë ngushtë? Po tjetër. Se sezoni politik mbaroi. Po do vazhdojnë ngushtë dhe në shtator. Do vazhdojnë ngushtë. Po jo, shtator mendoj që të jetë më riorganizuar. Po të jenë më. Po cila është e ardhmja në kuptimin se çfarë do ndodh? Po s'po mlejon për të shpjegoj. Ti bën vetëm pyetje cila është ardhmja. Çfarë realizoi protesta? Po lërë që realizoj, që do realizoj? Çfarë do realizoj? Ka diskredituar 2 personazhe. Po mbaroj ai diskreditoi tani cila është e ardhmja, si do përfundoj, se ka një dhjen. Si ka një? Ka një fund, domethënë. Cili është fundi? Ta shohim pra. Ta shohim, të shkojmë ta bëjmë. Jo ta shohim ta bëjmë, ta shohim fundin. Ta shohim. Po ti s'di asgjë? Unë di. Atë për ta mbyllur të pjesën politike, po flas zoti Rama, është në vështirësi si kryeminist? Po sigurisht. Rama u përpoq të bënte ndryshime në qeveri. Po. Si bëri dot. Do përpiqet. Po si bëri dot sepse 6 ministra i ka bela aty. Si ishte do të asje e ke fjallën? Po sigurisht. Ai po përpiqet bëjnë një kompromis. Me kë? Po me këto grupet pra. Të bëjnë një qeveri tjetër dhe s'po e bën dot. Ka një tentativë me 25 gusht. Ja do ta shohim. Ja, gushti këtu, që më thuhet. 25 gusht? Po 25 gusht. Se ç'është 25 gusht? 25 gusht do ta thras. Do bëjnë një përpjekje tjetër Rama, do ti shoh. Po jo, ne thuaj këtë tani, ne jep të lajm tani. Ti ke informacione? Si s'kam informacion. Rama ti do bën ndryshime në qeveri 25 gusht. Po, do përpiqet të bëjnë ndryshime, sepse nuk e bëri. Ato që u menduat ti bën, do si bëri dot, sepse po ajo Besa futet e Besa. Si them unë, e di si thashëm këto ditë? Juristët nga Veriu, gegët, thonë që kur doli shkresa, iku Besa. Pra, pas 35 vitesh. Po? Kryeministri i Shqipërisë kërkon besë. Të heqim 2 paralele me zotin Berisha, me qenë se janë ortak të hajnis. Se më tha njëri mua, ku je nda me Sali Berishën? I thashim nda tek hajnia. Je ndar te hajnie? Po në hajni. Te vjedhja? Te vjedhja, pra. Ose ma i du. Çka ka vjedhur? Po çka ka vjedhur? Kretë pasojë shqiptare ka vjedhur. Berisha Rama, nga Velipoja në Ksamel, ultësirën perëndimore me oligarkët që i kanë prodhuar vetë, i kanë vjedhur Rama dhe Berisha. Njëri e ka me katin e Gërdecit, tjetëri ka Zvernecin. Njëri e ka Riollin, tjetëri ka Ksamilin. Se edhe rimon kjo, njëri ka më katin e Gërdecit, tjetëri më katin e Zvernecit. Ua sa e bukur ka. Tani, njëri ka falë 6.000 det, tjetëri ka falë 6.000 det. Dhe kryeministri Micetashi, si më falë, tha, ne kemi fesë sot, se jemi shtuar 6.000. E tha, apo se tha? Po. Tani, Berisha shkon në fushat, ditën e Vërnjët Pirit, të Belerit në Greqi. A ka shkuar ditën e në 17 shkurt. Pra, Beleri sot, që e kanë prodhuar Berisha dhe Rama, thot, është dita e dinitetit,
shpallja autonomisë Varjepirit, se i studiues si Mirfield zotëri. Ore, po si ka mundësi, jo çfarë thot Beleri, po si ka mundësi mbështet Berisha. Po prit vetëm. Po se kam kuptuar asnjëherë këtë. Beleri thot, unë kam detyrë helenizimin e Shqipërisë. Helenizimin e Shqipërisë. Po, jugut, Shqipërisë jugut. Dhe të Himarës, pra djepit Labris. Qendrës gravitetit shqiptar e ka Beleri, që ka në shpinë dënimin për dënimin e simboleve kombëtare, që është pjesë e grupit terrorist, që është antar i bandës vrastare në masakrin e Peshkëpis. A janë të dhimbshme këto? Berisha i ka falë varrezat e Kosinës grekëve, e i quajë varreza greke. Tani, njëri e ka shok Mitsotakisin, tjetri e ka shok Mickovskin. Dakor? Njëri e ka Dyshemishtin, tjetri e ka Thethin, tjetri e ka Valbonën. Valbonën kush e ka? Kthehem të besë, të dy. Çe ka Valbonën? Të dy kanë. Njerëzit e vetë kanë ato. Kur u futen me shem banesa, me shem objekt në Valbonë, sa objekte në shem? Janë shem oligarkët? Asnjë. Asnjë, ë? Asnjë zotëri. Po ku janë shembull? Njerëz të thjeshtë. Po dy tërë njerëz të thjeshtë. Sa për të thënë i shemën, asnjë nuk është shem. Dhe tani ti Rama u kthye në vendin e krimit, në Theth. Tha, do bëjmë paketën e maleve. Tash e kemi parë teatrin parlamentar zotëri? Kur miratu buxheti i shtetit, çfarë bën opozita? Flakadan Molotov, votim, iku buxheti. Kur miratuan zonat strategjike, investimet strategjike. Po. Pra, çfarë bën opozita? Të njëjtën gjë. Kur u miratu ligji i zonave të mbrojtura, çfarë bën opozita? Të njëjtën gjë. Flakadan dhe ata i miratonin. Dhe kur erdhi paketa maleve, opozita nuk shkoi fare. Tani opozita, kjo opozita e shqitur, thot ato janë kauzat tona dhe i kërkojmë kthimin e ligjit paketës maleve. E di çfarë do të thotë paketa maleve? Paketa maleve do të thotë, unë ende jam banor i shtëpisë time, e tokës time atje në Alpe, dhe do të bëjmë bashkëpunar me ty që vjen nga Tirana për të bërë investitor. Dhe kjo është besa. Në fakt, Rama po i thot Berishës, a bëjmë një beslidhje të re? Pavarësisht se drejtohet popull. Dhe nuk është besë, po është beslidhje, ë? Beslidhja anti-SPAK ishte e Trekantit Bermudës, tani është beslidhja e Ramës me Berishën për një marrëveshje të re, pra besa, institucioni i besës. Dhe pas 35 vitesh, kryeministri, dele kërkon besë. Paralelja me Berishën. Berisha në vitin 1995 kërkoi besë për kushtetutën. Me jep një besën. Kështu tha? Absolut. S'më kujtohet. Ti s'kujtohen asgjë. Po ti kujtoj unë? Jo, s'më kujtohet asgjë, unë kujtohet gjithë do gjëra ty. Unë kujtohet 10 tropoja këtu. Berisha tha... Po s'më kujtohet, kur e ka thënë? Kur erdhi në Tropoja, apo? Në Tropoja dhe në... Sa i erdhi në shkollë në Shkodër gjithë. Do në erdhi në Tropoja dhe tha kërkoj besën për kushtetutën? Po diskutim. Të njëjtën fjalë përdori? Të njëjtën fjalë. Prit tani se kjo që nga shumë e bukur. Po të njëjtën fjalë. Do të Berisha kur donte të ndryshonte kushtetutë, të bënte kushtetutë në the-5-ën, në fushatën që ndërmori në gjithë Shqipërinë, i kërkoi tropejanëve besën. Po, pa diskutim. Dhe tani mbas 31 vjetësh e kërkon Edi Rama tani. Po. Unë kam bërë një shkrim, zoti Qafoku, besa, kanuni, kushtetuta, atdheu, demokracia, shtetis drejtës, kodi i nderit. Dhe ke vënë këtë fakt? Dhe ke bërë një analizë. Dhe ke bërë një fakt? Absolutisht. Unë jam liri i fakteve. Atëherë e ke duhet trokitur Berishën atëherë në the-5. Si e kam duhet? E ke duhet trokitur. Kur erdhi për kushtetutë. Po kush se ka duhet trokitur Berishën? Unë se kam duhet trokitur. Po pse se ke duhet trokitur Berishën? Absolutisht e ke duhet trokitur. Jo. Po ne dy zgjidhje kishim. Kë kishim? Po, dy zgjidhje kishim. Berishën, po, dhe Partinë Socialiste. Po, Nana Luxemburg. Po, Berisha e uzurpoi. Jo, Nana Luxemburg. Po Nana kishte njerëz të jashtëm. Po kishte jashtëm, pse kishte marrë fund? Prit tani. Berisha erdhi me devizën bashkëvujtës. Populli e kundërshtoi. Berisha erdhi me devizën bashkëvujtës bashkëfajtor. Kjo është vrasje në qelizë e demokracisë. Ti ishe dakord me këtë? Po si isha unë dakord me këtë? Po si isha fuqia? A kisha media unë atëherë? Është një gjë i vetëm. Unë si një njeri atëherë. Unë vi sa vjeç ke qenë i ri atëherë? Unë vi zotëri nga 31 vjet. Unë vi zotëri nga stresat e përsekutura. Po, ne e ke treguar historinë. E kam treguar historinë edhe nga nëna, edhe nga baba. E ke treguar historinë. E kam treguar historinë që mos zgjatemi. Pra, bashkëvujtës bashkëfajtor.
Jo, ke vuajtur, s'ke vuajtur. Ligjën 7501, Berisha nuk e abrogoi ku erdhi në pushtet. Bërë dhe për patentimin me letrat me vlerë, dhe u dha këtë pasuritë bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Kërkoi edhe besë për kushtetutën, lejo edhe piramidat. Ajo në to gjitha. Tani, në vigjilje të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, diku më 12 tetor, pra të vitit 2012, kur Berisha është kryeministri i Shqipërisë dhe Flamur Noka është ministri i brendshëm, dy ishtë të burgosur politik digjen me benzinë. Vetë digjen. Dhe vdesin. Në bulevard. Po, njeri vdiq. Lirak Beko, jo të dy kanë vdekur, njëri më vonë pastaj. Lirak Beko dhe Gjergj Ndreca. Se vdiq dhe Po, Lirak Beko dhe Gjergj Ndreca. Vdiqën? Pra, si shej, se të dy vdiqën edhe si reagim, si revolt e brendshme ndaj zotit, ndaj sistemet. Tani, të kthehemi në kohë, a është babaj i Edi Ramës që ka firmoz ekzekutimin e Abzinelës? Edhe pak ditë kemi për vitorin. Jo, këtu ka një abuzim këtu. Se ka një. Ka një abuzim. Firma e Krisaq Ramës është një nga firmat e sa ishte dhe 7-8. Po për 7-8. Po jo, pritani. Dhe ne nuk mund të themi që se e ka kështu zoti Berisha thotë që ai e dënoi, ai e shkatoi. Ai është firmtar. Po ishte një nga 7. Një nga 7 pra. Se ishte këshill prezidencial. Po pra një nga 7. Një nga, po e prapë. Ai është firma. Firma është e tij. Po pra. Firma është e tij. Është një nga 7 dhe ajo është mbasi është dhënë dënimi me vdekje. Po e ka dhënë zonja. Është dhënë dënimi me vdekje. E ka dhënë zonja Diana si ka ajo? Ku cilat janë? Diana Çuli. Ku e ka? Ja, se ka Diana. Ekspertizën. Ekspertizën. Edhe ty ta kishe dhënë ekspertizën do ta bëj. Le, është tjetër histori. Mirë, do ta bëj, po si do ndihesh sot? Po e ka thënë, ka shpjeguar. Edhe këtu në këtë studio ka shpjeguar. Tani s'kemi edhe shumë kohë, do flasim për çikën tani, Tani edhe dy tre të fjalë çan të mbyll. Po shumë shpejt se tani këta dy po i bie nga tropoja sot. Shumë gjatë po i bie. Këta dy janë bashkë pra. Okej. Efekte, 100 tërë efekte. Tani, vinte çështja kryesore, që ti e ke dhe për zemër dhe je më kompetent. Po. Okej, je dhe më kompetent. Tani, si e situata radhë parë njërë me drejtuesit të OÇK-s në Hag, sepse në 16 shtator jepet vendimi. Të paktën kështu është lajmërimi. Po pra, me 16 shtator. Me 16 shtator do jepet vendimi. Një vendim i stërgjatur se edhe në bazë duhet ishte dhënë përpara. Duhet ishte dhënë përpara, shtyn pastaj edhe 2 muaj. E pa imagjinueshme. Cilat janë informacionet tua? Si janë informacionet? Dalin. Kush do dalin? Ushtar. Të katër? Pa diskutim. Jo se Astrid Tuskaj tha, në tjetër me Qeliu tha, ato janë teori konspirative. Që tha që del. Po, ato janë teori konspirative, 2 dalin, 2 mbesin. Zotëri, ata janë të akuzuar 4 vetë për ndërmarrje e përbashkët kriminale, në kundërshtim me ligjin universal të drejtave lirive të njerëzit. Jo, s'ka përgjegjësi penale kolektive. Absolutisht po. Por tani mos bën gjykata në një marifet nga këto. S'ka që bën gjykata marifet. Prokurori si ka arrestuar ata, Jack Smith, ka ngritur akuzë kundër Donald Trumpit. Senati amerikan kërkon arrestimin e Jack Smithit. Po kjo është. Edhe Donald Trumpi kërkon. Kjo është gjë e rëndësishme që ke thënë në intervistë Azgan, bile dua ta thuash edhe një herë këtë që ata që na ndjekin. Senati amerikan kërkon arrestimin e Jack Smith. Prokurori që arrestoi Hashim Thaqin dhe 3 tjerë e UÇK-s. Po. Për gjithë ju që na ndiqni duhet të jeni qartë se ke thënë një gjë shumë të rëndësishme. Dhe Donald Trumpi ka kërkuar të njëjtën gjë. Mirë po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar të hiqet çdo financim Hagës, sepse ka të kaluar çdo lloj limiti të qëndrimit e konkretisht të qëndrimit ndaj ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Pse nuk duhet të dënohen ata? Jo pse dëshirojmë ne. Po sigurisht. Por Hashim Thaçi e ka firmën në Rambuje. Hashim Thaçi e ka firmën në shpalljen e pavarësisë, në proklamatën e pavarësisë. Po proklamatën e pavarësisë. Që të katë këta janë shtetarë. Se kanë qenë ministër Recep Selimi, ka qenë kryetar parlamentit, kryetar kuvendi Jakub Krasniqi, kryetar kuvendi Kadri Veseli, ka qenë president e kryeministit Hashim Thaçi. Ka qenë edhe president dhe kryeminist. Edhe kryeministër, pra janë shtetarët e Kosovës në Nakuz. Janë ish luftëtarët më të lartë të shtetit. Janë ish luftëtarët në Nakuz dhe UÇK-ja ka patur një luftë akord me NATO-n. Ka një libër Wesley Clark. Thotë të bësh luftë moderne. Flet
për kontributin që ka UÇK-ja në betejat me ushtrit slave në mal, që i nxjerrë në fush, zbuluar, për t'i bombarduar. Në qoftë se lirohen të katër këta, sipas asaj që ju thatë, ndryshon politika në Kosovë? Po diskutim. Si? Ja për shembull si ndryshon politika në Kosovë. Gje ishin u entuziazmove fare me këtë, driti fytyra për këtë. E di pse? Pse? Gje ishte përvjetori i 25 i luftëtarit, generalit të 3 luftrave, Tahir Sinani. Dhe tani, ta u lënë balla e shpallë mercenar. Dhe pastaj thot Tahir Sinanaj. Gje i bën ceremonin Albin Kurti Tahir Sinanit. Dhe Albin Kurti, çfarë s'ka thënë për UÇK-n? Po ky Tahir Sinani, një nga burrat më të shuar të Malcis Gjakovës, stërnipi i Sokolit, generali i 3 luftrave, a ishte i UÇK-s? Po sigurisht. Po atër, Albin Kurti, për çka po e bën? Për çfarë bani për vjetorin gjë? Dhe nuk shkoi asnjë nga organizatat e veteranëve të luftës, dhe nuk shkoi asnjë bashkëpunim. Po aty si ishte Fatmir Lima, nuk ishte Ali Ahmeti, nuk ishte kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës Niku Çati, sepse s'kishin si të ishin ata. Që nga shumë e rëndë kjo, që nga skandal. Po nuk ishte vëllai. Skënder Sinani në ceremoninë. Po dhe si do ndryshoj politika? Dhe tani për inat të tij, për inat të Rams dhe të Kaulan Ballës, Albin Kurti vet i bën organizimin. Jo, si do ndryshoj politika tani? Se lirohet Thaçi do jetë aktiv në politikë. Po do ndryshoj politika. Ikën në Albin Kurti thotë? Albin Kurti është ikun që tani. Për mua. Ai ka më vërtet ka marr shumicën, por një njeri që punon për Kosovën. Dhe për ta vërtetuar këtë duhet që zotëria të shpërndajë pushtet. Ai do të përqendrojë gjitha pushtetet në Kur shpërndaj pushtet, çfarë thua? Po pra. Ja, pushteti i Ramës. Përqendrimi i gjitha pushtetet. Super pushteti. Po super pushteti i Ramës. Ja, çfarë po ndodh? Me Ballukën, me Spiropalin e me grupe tjera që i ka brenda aty, që do i plasin kështu. Pra është çar diga, kur çar diga pastaj ajo është për thënë. Edhe Albin Kurtit. Po pse ndodhi kjo situatë? Sepse 3 partitë, PDK, LDK, AAK, duhet të ishin bërë bashkë. Po pra, se dhe ato nuk u bën dot bashkë para zgjedhjeve. E thirrja ime para zgjedhjeve ishte që të bëhen bashkë dhe të mos mbeteshin thjesht nostalgjik të asaj që çfarë. Do të thënë me daljen e Hashim Thaçit i thuaj që politika në Kosovë do zhvendoset. Jo politika në Kosovë. Po ku? Politika krejt Ballkan. Ballkan. Po, pse ta shpjegoj? Do ndikoj dalja e Thaçit? Po diskutojmë. Ja ta shpjegoj pse. Albin Kurti i ka bërë dëm të madh çështjes kombëtare. Do më japësh disa minuta shtesë se kjo është. Jo, shtesë, se po jemi limit, të lutem shpejt se edhe 2 minuta kemi. Ja, po shumë e rëndësishme kjo. Po kemi 2 minuta, në 2 minuta do të thuash. Albin Kurti i ka bërë dëm të madh zotëri çështjes kombëtare. Ka godit gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ka krijuar Blenin. Po ka prish marrëdhëniet me Amerikën? Ka prish marrëdhëniet me Amerikën. Kjo është më rëndë. Ka godit gjuhën shqipe. Ka krijuar Blenin. Edhe ka një prapaktheu është godit marrëveshja Ohrit me majorizimin, i përhiqen emrat e shqiptarëve në emrat shqiptarën të tokë dhe përkthehen emrat e Jugosllavisë. Me kombin kosovar, duke e mbështetur në prapasken, po i bën dëm Kosovës dhe kjo është e tmerrshme që sot në Maqedoninë të Veriut zëvendës kryeministër është Stojkoviçi. Stojkoviçi nuk njeh Kosovën shtet, nuk njeh masakrën e Srebrenicës dhe i quhet heroj luftëtarët e Radërçiçit dhe nuk njeh marrëveshjen e Ohrit, për që i cili është mbikëqyrës i kësaj marrëveshje gjasme, pra i ka bërë dëm madh në Maqedoninë e Veriut, se betejë aty në Maqedoninë e Veriut po bëhet tani. Pse po bëhet? Sepse u kriju bota slave zotni. Ende ne nuk kemi botën shqiptare, sepse kemi përplasje të politikës, sepse kur bëhet fjalë për çështjen kombëtare, politikanët shqiptarë të Kosovës, në Malizi dhe të Maqedonisë së Veriut duhet të funksionojnë si ansambël. Rama e quaj hero Abazoviçin. Njeriu që ka pagëzuar marrëveshjen e kishës ortodokse të Malizi me kishën ortodokse serbe. Pra, Rama dhe Berisha kanë prodhuar Belerin, që folën pak më sipër. Pra, ka një platformë inxhinierike për enklavizimin e kombit shqiptar, që do të ishte kundërta, një beslidhje e re shqiptare, përballë beslidhjes serbe. Dhe kush i bashkon bashkë? Kush ishte ajo që bashkoi kombin? Kush i bashkon? UÇK-ja. UÇK-ja. Kauza UÇK-s. Pse i bashkoi? Sepse kemi parë mitingun në sheshin Skënderbej në Tiranë, kemi parë mitingun në Shkup. Duhet ishin ata të UÇK-s në protestë? Në protestë ishin ata protestë. Po jo, duhet ishin, sepse zoti Uskaj, kryetari i shoqatës veteranëve
të UÇK-s në Amerikë tha që nuk është normale dhe s'kishin pse të ishin veteranë të UÇK-s në protestë në Tiranë. Po mirë, ka qenë mendimi aty, ne respektojmë mendimin e tij. Pse s'do të ishin? Ata do ishin puna të ngatrojnë politikën e shtetit. Ata do të ishin në Tiranë, do të ishin në Shkup, do të ishin në Strasburg, siç ishin, në Hagë, në Kosovë 2 herë, por do të ishin edhe në Malzi. Jo, në protestën këtu të mbarkombëtare, të flamingove kanë fjalë. Këtu në Flamingo? Po. Kanë qenë si individ ata. Jo, ata ishin me ato të UÇK-s, me flamurën e UÇK-s. Mirë, kanë qenë është përdorur në fillim, por s'është pastaj. Okej, jemi në fund tani. Tani fundi është ky. Cili është fundi? Me datën 1 shtator. Po, çfarë ndodhi Do ketë një marshim ku? Në Këmbë. Ku? Nga Tirana në Prishtinë. Në Këmbë, në Tiranë, në Prishtinë? Po, në mbështetje të ushtarëve të ushtrisë ligjimtare. Sa zgjat ky udhtim? Sa zgjat? Në Këmbë? Po. Po si do ecin në Tiranë apo në darkë do flini diku? Me ndalesa. Ua, që nga e bukur kjo. 16 shtator. Ky do zgjasë 2 javë. Po, në Prishtinë. Dhe me 16 shtator. Po. Në studia jote. Po. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve në të gjitha trojet etnike. Po, ku të jemi? Dhe në diasporë. Ku do jemi? Të jenë në qendrën e qytetit vet. Ose në qendrën e qytetit ku banojnë diaspora. Në Shqipëri. Për të pritur rezultate. Për të pritur rezultate. Vendimin. Po. Dhe të jetë një popull që është me UÇK. Po patjetër. Një popull pra. Një thirrje shumë vllaznore tepër shqiptarisht me 16. Jo, nga emocionova me këtë dhe të lumë goja, dati 16 nuk besoj që do ketë shqiptari që mos e ketë mendjen nga Haga. Që të mos jetë, jo, që të shesh. Në sheshin qytetit vetë. Po pra. Dhe lus kryetarët e bashkive të Shqipërisë, kryetarët e komunave. Thirrje as nga nakleve. Këtu, te kamera këtu. Po, dhe thirrje. Lus kryetarët e bashkive të Shqipërisë. Po. Lus kryetarët e komunave shqiptare. Te kamera këtu. Po. Kryetarët e komunave shqiptare. Po. Në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë. Në cilën orë? Në orën 10 jepet, ë? Po, në orën 10. Në orën 10 jeni të gjithë në shesh? Po, 10 fillon, pastaj se sa zgjat. Po pra, në orën 10 të gjithë në shesh? Gjithë, po i lus këta për të pritur vendimin e gjykatës Hagës. Që krijon një mundësi me një ekran të madh që gjithë shqiptarët me datën 16 të jenë në sheshet e qyteteve të tyre dhe ata në diasporë në sheshet ku banojnë për të pritur. Një komb pret një vendim. Një komb pret një vendim. Bravo. E mbylli më mirë sa kaq nuk ka. As nga naklet të falenderoj. Pafajsi. Një komb pret një vendim, pafajsi. Dhe kjo ishte puntata e fundit e këtij sezoni. Me këtë rast unë kam 2 falenderime. Falenderimi i parë shkon sponsorit gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, të Manigram Akinvest. Ju falenderoj shumë për mbështetjen që keni dhënë në emisionin Dekalog. Falenderimi i dytë për Dritare TV dhe stafin e saj që mundsoi realizimin e këtij emisioni. Bashkë ne do shihemi në shtator. Publicitet nga Urën e Qafoku. Mirupafshim, shihemi në shtator. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me Manigram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do dërgoni para në të gjithë botën, me Manigram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me Manigram në aplikacionin e reja.